Lavdi. Me 1 minutë heshtje u nderua vepra e gjyllgjyzare Gjaravinës. Në mbledhjen komemorative të organizuar nga Komuna e Gjakovës, ku morën pjesë familjar përfaqësues të institucioneve lokale e qendrore, subjekteve politike e fetare, si dhe qytetarë të shumt, u tha se humbja e Zarushit do të ndihet çdo herë. Kryesuesi i Asamblesë Komunale Luan Gola cilsoi atë si aktiviste veprimtare punëtore e palodhur. Ajo do përfundonte me shumë sukses edhe studimet e Fakultetit të Infermierisë dhe gradën master. Në këtë kohë, pata rastin personalisht të bashkëpunoja me Zarushin, e hapur gjithmonë me disponim të ruajtur shuaj për mendimin pozitiv dhe respekti për pacientët dhe kolegët. Rrugtimin profesional edhe do vazhdonte me tutje në qendër produktim të vazhdueshëm infermierik. Për herë konstruktive, si në opozit, por edhe në pozit, duke dërguar vlera, qytetaria dhe respekti, pa harruar asnjëherë misionin për se ne ishte për pjesë e politikës. Ndërkaq, kryetaria e komunës Mimoza Kusari Lila tha se Zarushi arrinte kudo dhe me aktivitetet e saj bëri të buzëqeshin shumë njerëz. E dashura natyra, ti humbe mamin, por dije se sot nuk je vetëm. Rreth vetës ke shumë miq, të cilëve mami yt u la gjurmë në jetën e tyre. Ajo ndau një buzëqeshje, mori me vete një hall të tyre. U mundua të zgjidh problemet, e nëse asgjë tjetër, atëherë ajo ndau kafe dhe çokolata me ta. Dhëmbjes tënde sot janë bashkuar me qindra vëllezër dhe motra, të cilët erdhën në jetë fal humanizmit dhe profesionit të shejtë të Zarushit. Edhe pse kishte një vajzë të vetme, ajo në duar mbajti shumë djemë dhe vajza, të cilët për herë të parë në jetën e tyre u mbajtën nga Zarushi. I nderuari Çaçi, të falenderoj nga thellësia e zemrës për gjithë përkrahjen dhe motivimin që ja ofrove Zarushit. Ajo të kishte shtyllë të fortë, por gjithashtu ishte grua që gjithmonë rezatonte siguri dhe vendosmëri. Ju na dhath shembullin e bashkëjetesës dhe barabarësisë së mirëfillt. Përkundrejt faktit se Zarushi kishte mbështetje të madhe nga bashkëshorti i saj, ajo gjithmonë mendonte për ata të cilët kanë nevojë për mbështetje. Sa herë diskutonim për projekte në kuadër të forumit të gruas, Zarushi përmendte nënët vetushqyese. Nga ana tjetër, presidenti i AKR-s Begjet Pacolli tha se Zarushi ishte bashkëpunëtorja ime e parë nga Gjakova. Ngushëllimit e sinqerta ju shpreh edhe në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës. Juve, komunarëve të Gjakovës, kryetares dhe gjithë përfaqësuesve komunal, qytetarëve të Gjakovës, krejt Kosovës. Ajo ishte një gjakovare, ne krenoheshim me te. Ndërkaq, bashkëshorti i gjyllgjyzare Gjaravinës, Femi Gjaravina, falenderoi të gjithë ata që shprehen ngushëllime. Në emrin tim të vajzës natyrës, i shpreh falendrimet tona më të sinqerta për përpjekjet tuaja me rastin e vdekjes së bashkëshortes sime. Ju na keni lehtësuar dhimbjen tonë aq të thellë në këto momente të vështira. Ju që po na ndroni, qofshi të nderuar. Të gjithëve ju kthefsha të mira me gëzime. Në hollin e Pallatit të Kulturës në Gjakovë u bën homazhe pranë trupit të pajetë të gjyllgjyzare Gjaravinës. Qytetarë të shumt u përkulen pranë arkivolit të saj, duke ngushëlluar kështu edhe familjen e ngushtë të gjerë, pastaj miqtë dhe bashkëpunëtorët e saj. Kurora e Tufa me lule sollën edhe Begjet Pacolli, Mimoza Kusari Lila, deputete asambleist, por edhe bashkëpunëtor të së ndjerës. E gjatë ishte radha qytetarëve që nderuan Zarushin.